Çdo orë me 10 mjete të tonazhit të rënd kalojnë në rrugën e plazhit të vjetër, por edhe në vazhdim të segmentit në lidhje me Zvërnecin dhe Nartën. Mjete këto private, por edhe të firmave që po ndërtojnë projekte të ndryshme në qytet, të cilat janë kthyer në një shkak të shtimit të ndotjes në segmentet rrugore të Vlorës. Kamion, betoniere, skrep, por edhe vinça sillin me vete drejt qytetit pluhuri, mbahen si dhe pa pastërti të ndryshme. Më pas nga periferia, ato kalojnë edhe në rrugë të tjera shumë pranë qendrës së qytetit dhe zonave turistike, duke u kthyer në burim ndotjeje. Mjetet e tonazhit të rënd të cilat bëjnë pis qytetin. Kjo është situata e cila konstatohet çdo ditë në rrugën e plazhit të vjetër, por edhe më tej në lidhjen e kësaj të fundit me Zvërnecin apo edhe Nartën, ku çdo orë me 10 kamion, betoniere, vinç, mjetet e tonazhit të rënd kalojnë në këtë segment rrugor duke sjellë me vete plur apo edhe balt e cila përfundon sigurisht në qytet. Ngado që hedh sy në aksin Vlorë-Zvërnec, sheh gjurmët e baltës në segmentet rrugore të cilat kanë përfunduar aty nga mjetet e tonazhit të rënd. Kurse nga ana tjetër, sa herë një mjet i tonazhit të rënd kalon, pluri ngrihet në ajër duke shtuar ndotjen, por edhe duke shkaktuar problematika në shëndetin e kalimtarëve. Të shumta janë rastet kur edhe betonierët derdhin në segmentet rrugore edhe beton, duke u kthyer në një problem më vete. Sipas rregullores të caktuar, këto mjete duhet të qarkullojnë me karroceri të mbuluara dhe sigurisht të jenë të lara sa herë që qarkullojnë. Por kjo gjë jo vetëm që nuk zbatohet, por mjetet të tonazhit të rënd mbushen me dhera apo inerte mbi kapacitetin e lejuar dhe më pas një pjesë e ngarkesës e derdhin në rrugë. Për të garantuar një qytet më të pastër, duke qenë në nisje të sezonit veror, duhen marrë masa emergjente për zbatimin e rregullores në fuqi mbi mënyrën e qarkullimit të këtyre mjeteve.